Baba imi ka pas 2 gra. Baba jem vleke me këtë Maqedonken. I kalon, vajzot e kalon, burin ka orë të baba jem. Bëshin muhabet, bashkë të 2 gra, bëshin muhabet e në ruknashin të bo muhabet. Qaja e vërteta, për fakt të keq. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme do të shkojmë në Shkup të Maqedonisë së Veriut, do të hap dritaren për një shqiptar. Ai është Shukri Mustafa, i cili tregoi sot historinë e familjes së tij dhe padyshim që ka një kërkesë këtu në live me Odetën. Historia është e dhimbshme. Babai i tij, pasi u martua me nënën dhe solli në jetë 6 fëmijë, ishte 50 vjeç, u dashurua me një shtetase maqedonase, e cila në atë kohë ishte 20-22 vjeç. E mori dhe e solli në shtëpi dhe mbajti 2 gra, ku jeta u bë më e vështirë për nënën e Shukri Mustafës. Ai do i tregoj sot pa komplekse, pa durashka të gjithë këtë histori, pasi kërkon motrën nga babai që fatkeqësisht u dha përmirësim që në momentin që ajo erdhi në jetë. E hap dritaren dhe ftoj me njerë zotin Shukri Mustafa. Shukri, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje nga Shkupi, përshëndetje. Shqiptar i Maqedonisë së Veriut, nga Shkupi. Po, nga Shkupi. Dhe në fakt më keni dërguar një mesazh dhe kërkuat që të ishit në një nga live-vet e mia sepse dhe ju keni një histori. Po, vërtet është. Do ta dëgjojmë me vëmendje historinë tuaj. Ju jeni në kërkim të kujt? Historia ime është që baba imi ka pas 2 gra. Një shqiptare, një maqedone. Po. Mirë po, baba jem kur ka dek, e kalon atë këtë motrën me atë nonën e vetë, me atë Maqedonen. Mirë po, Maqedonia, kur e ka dhonë që atë fëmijë që e ka dhonë në spital, kur ka dek baba jem, e ka dhonë, kur e ka lindur, mas minere, në 2-3 javë, duket e ka dhonë, këtë shikën dikun tjetër, në këtë dikun e ka dhonë. Mirë po sa ke gjalla Maqedonia, po është kam ju kallëzu që ku është, po e kam dhonë. Ama dhe ja për pat keq, bëni ndeshtë e miti kjeri edhe nuk jena të dhona mo heq. Edhe ajo ka vdekur? Po, edhe ka vdekur. Kam të duk të alipina 2-3 herë, keni agencion e Shqipërisë, ama ja tjetër në këtë maske, kur gjo, do probleme, do asije. E shtojnë këtë emisionin e juaj, një shok ma ka dhonë për para 3 vite, ndukuj dhe të kështë APS e kështë gjithë nonën në Gjermani. Nga Shqipëria, sa si ma kanë gjithë mu nonën në Gjermani, nona tina janë gjithë. Një nga rastet e mia që ka gjetur nënën. Po, dhe ky person të ka dhënë numrin tim që ti të lidhesh me mua dhe ti jesh sot me mua, e kuptova. Po. Që më të rejime u kalin vitin 85. Dhe ndalemi pak dhe më lejo që të bëj dhe pyetje që ta kuptoj qartë historinë. Ajde, Atëre, e nisi fiks me motrën tënde, ka lindur në vitin 1985. Po. Që i bie të jetë 40 vjeç. Po, 40. Sa i bie? 22 më i bie. Jo 42, 85, i bie të jetë 40 për 41 vjeç. 21. Ajo ka lindur në Shkup? Po, në Shkup. I dashur Shukri, të lutem, dua të të pyes, babai juaj fillimisht u martua me nënën tuaj? Po, baba jemi ka pas këtë dytën grua primi grua, 2 gra. E qartë, por në fillim ai është martuar me nënën tuaj dhe sa fëmijë solli? Na jena 12 fëmijë, 6 tek, 6 gjallë. 6 fëmijë jeni aktualisht. Po, qëta jena të gjallë, po 6. Por, pasi u martua me nënën tuaj, pas sa vitesh u martua me gruan e dytë? Oj, më të razoj nusë që shme thonë, baba jem ka pas shumë gra, vete mi ndroj ke gratë. E kuptova. Me që kitë gruan që lipi motër, unë e kam edhe një vla. Mirë po vlavin e gjeta unë dhe e mora. Që baba jemi ka pas 2 fëmijë pak të kishtë me atë Maqedonen. Një vla, një qike një djallë. A qunë, që shi thone jo. Po, një djallë dhe një vajzë, po? Po, mirë po e këtë djallin vlavin e gjeta e mora. Po, pse? Mirë po që këtë motrën së në gjeta.
Por më tërgo pak historinë e vllajt, por pse kjo nëna nga Maqedonia që lindi 2 fëmijë me babain tuaj i braktisi të 2 fëmijët? Jo, nuk i braktisim kur dish baba jem na e përzute faktikisht për shtëpis, duleja vetë, se na muslimane e krishtere, nuk e desh, me shqipe shkort. Se nëna e me keqë, të shka da lipi, baba jem diq, ti shka da lipis, e shkaja, u martu me një të tërburë. Mirë pa qiken, edhe kitë gjallin vlavin i pat t'i përbestem. Mirë pa kitë vlavin e gjerëm, se talon vlavin, kitë motrën, kur e linde e ka dhonë spitalit të shkup spitalit të Qajir në i thonë, ama e më në kështë e ka nuk e dinë, spitalit të Qajir e ka lindë. Shukri, i dashu Shukri, tani të lutem, dua të pyes për të më treguar historinë nga fillimi. Babai juaj fillimisht u martua me nënën tuaj. Po, fillimisht po. Dhe lindi solli në jetë 6 fëmijë. Po. Që jeni gjallë, sepse të tjerët kanë ndruar jetë. Ai më pas mori një grua të dytë dhe si quhet gruaja e dytë që është nga Maqedonia? Ivanka. Ai mori Ivankën dhe e solli në shtëpi? Po. Pra gruaja e dytë, Ivanka, ka jetuar me nënën tuaj? Po. Në të njëjtën shtëpi? Po. Në të njëjtën shtëpi, po. Si kanë bashkëtuar? Per pat keqë ka ndodhë që aja. Ju, sa vjeç keni qenë? E kujtoni momentin kur ka ardhur Ivanka në shtëpi? Po, kena konë këtë burrat në lajnë. Unë atër i pas kër u ka mërtu, babaja më si kam pas 21 vjetë, 21-22 vjetë. Wow. Por... Vlavia ma i modhi i ka pas, keja kone mërtu me ka pas, fëmi ka pas. Shka mi bo, baba së mundet me myt, ajë për ke e mora dhe u krymë ma vete. Por ju si e trajtoni, si gruan e dytë të babait? Po. Po nëna juaj pas ka vuajtur shumë? Po shtaj, shka mi bo, po ati gjësë e ka pas, shtaj shmush me mytas në unë e në zvobën. Nëna juaj nuk e ndau babain, e mbajti? Jo, nuk e ndajti, jo. I dashur Shukri, por më falë që të pyes, nuk dua të vendos në siklet, sepse ti e the, babai s'kishim qa i bënim, e solli gruan e dytë në shtëpi dhe s'kishim qa i bënim. Por në shtëpi, nëna juaj flinte me ju në një dhomë, ajo në një dhomë? Po, vesh pleshim, po. Jo, baba e fleke me këtë Maqedonken. Dhe nënën tënde në i farë mënyre e braktisi? Dhe pse e mbante në shtëpi? Po që është i bjena aja, po. Po, ama nëna ime nejti se vetë neve fëmive, që na ka 6 mina bo, nëse vetë fëmive nejti më shumë ti. Shka du shbanë, unë dëri me fëmit, edhe u kry mua vete. Nënën e ke gjallë? Jo, ka dek për pat keq edhe ja. Më vjen keq, qofte parajsës themi ne. Shukri, por nëna juaj, unë besoj që nuk e ka pranuar faktin që burrit i sillte një grua në shtëpi, sa askush nuk do ta dëshironte një gjë të tillë. Po. Pse nuk iku? Po dhe ju shkë me tonë që me bo probleme, baba jam i ngulli kom që po e tu, me bëzon për shpijet, kishë shumë probleme, shumë e shkurt e pranon ke që këtë pat. Ta e lo, me një soba për të me që drone dytë, me atjeri të rishmi, me në nënteme. Po dikur unë jeme për pat keq edhe u mësu, ma të që këtë gjallin vlavin, kur di që dhe baba jeme dhe kja Maqedonka, do na jemi ngulli kom, shkone e bjerë me atë fëmijit, të fëmija si ka faj, kur gjo, ajo është ke, që me thonë, fëmija s'ka kur një par faje. E na e më salon fëmijën e për doma të shkoje, a i thoni jo domë Shqipëria, që toni. Po. E shku me murem në nëna jeme ngulli kome, ta gjeni vlavin, edhe këtë katundi, këtë maholla, këtë shkupi, u abiqë me nënteme qysh, kopilin, e burrit e merë e runë. Asaj bravo i qoftë, ka qenë një nën heroin. Bravo i qoftë. Që është kujdesur dhe për fëmijët e burrit të saj që e kishte me gruan e dytë. I dashur Shukri. Edhe na e morëm këtë fëmijën. I dashur Shukri, ju keni qenë në moshë madhore, kur babai solli Ivankën, gruan e dytë në shtëpi. Kur u përballe me babain, çfarë i the?
se ke qenë i rritur, 21 vjeç dhe 21 vjeçar. Po shka dhe t'i thumi, na i thush mi këtë kundër, jo, a e murë. A e kur e murë, e pëpruni në shpi, aty dy rrug dalje, ose me u pajtu me këtë, ose me kap me vit, me rre, me vro. A i ngulli kome, kështu në qështu, jo edhe rrug dalje, ma mirë ke, ti rrime që këtë Maqedonë me një vëmë, da rrime në teme, me vlasnit e mi, lek me përdhoma tjera. Qështu e vendosëm, këndësh, mësë mëram të herën. Pra, le të themi që në momenti që babai mori gruan e dytë, Ivankën, i shkëputi marrëdhëniet me nënën tuaj, marrëdhënie burrë grua. Ata nuk ishin me burrë grua, i kishte një tjetër grua, thjesht e respektonte nënën tënde, le të themi. Bëjshin muhabet, bashkë të gratë, bëjshin muhabet e lëru knaqshin të bo muhabet. U bën shoqe të dyja? Shoqe, shka do të bëjsh? Me një kullin, me një shtëpi, ku të ikish? Deshte apo nuk deshte, ditën takojshin, natën bëjshin muhabet, edhe ditën bëjshin muhabet. Edhe njerë babajem natën që se u ka vjetë, ka shku të nëna jeme, që tërpuna, që të se kena pana, më regullisht tu, me ata plikë më shumisht me Maqedonën. Por, si do që t'jetë, unë jam e sigur që nëna juaj është lënduar, por e ka pranuar fatin ashtu, se s'kishte çfarë të bënte. Po, jena lëndu edhe na jena lëndu, jo vetëm nëna jeme, për në temë mësë bëjna muhabet. Ama babi kishte shka mi bo, o me vra, o me lonë që kështu me vra, s'mundës me vra, edhe më burë, shkon edhe babi, edhe ma mirë, ti maje që kitë grua, na da e majmë, u krejmë muhabeti. E qartë, por ai është larguar nga kjo jetë dhe është gjunat flasësh për një person që nuk jeton më, por ai mund të ndahesh me nënën tuaj, të merrte gruan e dytë dhe të ikte në një shtëpi tjetër. Nuk ishte pse t'i sillte të dyja gratë në një shtëpi. E po. E bëri. E bëri, po. I dashur Shukri, në momentin që Ivanka ngelet shtatzën, ajo ngelet shtatzën për herë të parë me vajzën apo me djalin? Vetë pak, arim, vajzë o mamade, po. Vajzë o mamade, që kjekë, që kukë. Me vajzës, që atërës unë jam konë pak edhe në Gjermani, paska e ikë bëbë jam Turki, paska shku. Atje paska ngellë shtatzënës me këtë Maqedonën. Kur baba juaj ka ikur me gruan e dytë në Turqia, ka ngelur shtatzën Ivanka me vajzën. Por vajza lindi në Shkup. Po, në Shkup lindi. Por pse ajo e la në spital dhe ja dha një familje tjetër? Pse u kthye në shtëpi duar bosh, një nën pa fëmijë? E pa, se djetere nuk e di shminam, duke që mi nuk e di, moti ka 20 vetëve, shumë kujtohet. Kishim zutim atër, bëjmë probleme me babën teme me atë Maqedone, nuk e desh me këj vëllavi jem i dyti e përshli policinja dhe në kënë. E zut kjetë probleme, e kja nuk e doshmi në pëmbina, të rënë që u bon pak burra matë mëlejnë, e vendodhëm që mësë mja pranu këminë. Keni që një, që nuk e pranuat. Që baba jem dole me këtë Maqedone këtë pishpijem duket. E mësë në baba jem duket mësë ramë burg, pak e lindi pëmine e mo e pranun kër e lindi, kër e la pëmine në spital, apet e rëthe baba jam. Ishit ju që i vut kusht që ajo atë fëmijë mos ta sillte në shtëpi? Po. Dhe ajo e la fëmijën në spital, vajzën? Po. Në atë kohë, kur ajo ka lindur, baba juaj ka qenë në burg? Baba përbesë më kujtohet, në burg në Turkia, nuk e di moti, duke që më sakon në burg. Por pse baba juaj përfundoi në burg? Po shtaj se di, baba jam akon shumar. Do të thoshin që ka bo dalavera, kanë për lek, ko e doni për drug, shko për e malë bërëm që ka që lek, shko për e drug, ko e di u që ka kona të E qartë. Puna, së riba të në. Por në momentin që Ivanka e la gocën në spital, u kthye dhe vazhdoi jetesën në familjen tuaj dhe babai doli nga burgu. Po, doli nga burgu, po. Çfarë ndodhi më pas? Kur jo, normal jetë apet. Vetëm çka nuk e dha qiken. Mas dhe në një kohë shkurt, baba jem ndra jetë. Po? Edhe aja u martu me qëtër kanë. Shkoj për kësaj shtëpia, shkoj të një burë tjetër. Por përpara se baba juaj të vdiste, ajo mbeti prap shtatzën me djalin. Po. Por me djalin çfarë ndodhi, Shukri? Pa djalin e murem na, e gjetëm, me kitë djalin,
Atër babaja kur ndroi jetë e patën që këtë djalin e vogël e patë. Iki, na e për zotin për shpis, shko, ti mos kime. Jo, ndalemi pak, Shukri, kur ajo solli një djalin, ku e la djalin që i gjetët juve më pas? Djalin, në atër kur dur për shtepije, kishim kontakte. Na bike djalin, që na i thona e kena vlla, shko ku shkojsh, mora djalin të dim, që e kena vlla. Po. E bike të shtëpia, na bike, na kazoj ke djalin, na kazoj vendin ku ka martu. Ama ja thoi këtë që ju mos dvini atje, si o burri Maqedon, nuk i do shqiptaret. E marrë veshje, na nuk të ngojmë, por ti ta bish djalin. Që atë që nuk e bje djalin, na zbim të burri, të kazojmë si kja kohën e martume për shqiptar, na këtë djalin e kena vllapa. Ama këtë rregull mire bi këtë djalin, këtë mësëme, unë edhe një vllaj thëmë, ku e la qiken? Qiken tha e lash, shpër me fjallë të asaj, na mashtrojnë arreni, fyre në vend kozle këto. Ja kam dhonë, po e ke një njëri që s'ka fmin kozle. Po, që ky ama dhe që kam dhej për ke adresën, sakt. Edhe pak kodrë kam ju kam dhu adresën. Mirë po të fatë keq, i mshoj makina, e miti në vend, informat të mo hiq kur gjopjet të rrëve. Unë e li për këtu të nama, të na është ndalume me liq. Ne për këta sociale, ne për këta venet, që na është ndalume me dhonë kësi dhona. Shukri, çfarë viti ka ndruar jetë Ivanka, që ndodhja i aksident dhe i mori jetën? Nuk e di. Para sa kosh? 99 viti pas ka ndruar jetë. 1999 ka ndruar jetë dhe prej asaj kohe... Nëntor, tha që e me omaj ka me, data muja ko nëntor. Nëntor, e qartë. Nëntor të vitit 1999, Ivanka pësoj një aksident, iku nga kjo jetë dhe ju nuk arritë do të zbulonit adresën e motrës. Edhe njërë të lutem emrin e fshatit ku ajo e kishte dhënë gocën? Nuk o fshat, ose... Qytez? Qytetar Shkupa më së di shqipsi birna i kërë majoristi në selu. Lagje, si lagje. Lagje Shkupit? Po lagje Shkupit ama kozle firët. A ke shkuar ndo njerë ti te kjo lagje? Kam shku, jam interesu kur gjo. Por ajo të regoj që gocën e kështë edhe një familje nga Macedonia, që jetoni në këtë lagje të Shkupit, që nuk bën një fëmijë. Po. I dashur Shukri, dua të pyes, pra ajo kur e lindi vllajin, kalojmë pak te vllai që ta tregojmë historinë e qartë, kur lindi vllajin a ka jetuar aty, vllai ka ardhur aty, pasi doli nga spitali Ivanka. Po. Por babai çfarë viti vdiq, në çfarë moshe? Babai... Ka qenë i ri apo i vjetër në moshë? Vetëm një zërëjmë, Ivanka ke këtë nërhonin dhe... Që shëqe me dika si kur u ka lind ki vllavi jem, pas ka nejtë edhe këtu të shpija me këtë vllavin tem. Kur ka ndru i jetë baba jem, pas ka pas ki vllavi jem 6 vjetë. Ka qenë 6 vjetë vllai. Po. Kur babai ka ndruar jetë, po babai pse ndroi jetë? Normal, kancere, pa, të dhe vdiq jetë kështu, normal jetë njësë. E qartë, dhe në ato kohë kur babai vdiq, ishte nëna juaj që e përzuri gruan e dytë? Jo, veta ja, na mo nuk e desh, me ja vet i kina i thamë, ti mo këtu s'kish ka t'lip, ishte edhe u qush me vet. Pa re, pa me re, pa probleme, pa kodjo, normal. Ti thash mo jetë, tu s'kish ka edhe ja u qush me vet. Shkoj të përndit e vet, do ditë më zëna u martu. Vazhdo jetën. Vazhdo jetën. Por në momenti që ajo u martua dhe e mori vllajin tuaj me vete, ju kishit kontakte, ajo ju bët një marrëveshje dhe ajo u asilte vllajin. Po. Por fundimisht, vllai juaj, si quhet vllai juaj nga martesa e dytë e babait? Kur u lind septe, si ja ka ndru emrin, e ka pas emrin Erhan. Erhan, po? Po. Mustafa. Jo, Mustafovski, Erhan. E qartë, Erhan Mustafa, mban mbi emrin tuaj. Po, mësën e në kur u martu, kur shkoj të i Macedoni, ja ka ndru emrin, ja ka vënu Boskovski Epto. I ka ndryshuar emrin. Po, si a i Macedoni burin, nuk deke me dit, nuk i dojke shqiptarët, edhe nuk deke me dit që e ka emrin Erhan Mustafa, pa e ka marrë mbi emrin e nonës, si nona Boskovski,
edhe emri ja ka ndru pi Erhan e ka bërë Eto. E qartë, e kuptova. Por vllai juaj ku u rrit me nënën apo ju e morë dhe u rrit tek ju? Po me nënën, çaj në rrit 6 vjet ku shkoj. 6 edhe 4-5 vite me nënën edhe i diç nëna i bën incidente. Dhe kush u kujdes për vllajin tuaj pastaj? Apo e Mazamena e gjetëm na zu e vllavit punoje në për pazar shqit të zu bëje probleme dhe që të kalzova nëna jeme na fa ta gjetë ta marrëm. E gjetëm edhe e murë edhe ky vllavi jam i madhi u ka shkru si print, i dyti print që i thona që të na ma që nesh i thonë staratjas po. Po, vllai juaj u kujdes. Po i madhi, si kujdestar, po. Ka marrë kujdestarin. Po, kujdestarin, po. I dashur Shukri, po si e gjetët vllajin? Sa i ka qenë 6 vjeç kur iku nga ju. 4 vite jetoi me nënën, 10 vjeç ishte kur i vdiq nëna. Ama a tregova se ja e bike këtu, sa ke gjollë. Jo, E bike? flas momentin kur vdiq Ivanka dhe djali ngeli i vetëm. Si e gjetët ju? E gjetëm vike dhe kur i ka dek edhe në për pazare shitke. Do pa lusapet ka do në për pazar, gjona pa lidhje. Edhe neve kur na kujtojnë na e unë, ta mirë një gjani masalini sokakve që është i vogël mund bëhat, hajdut mund bëhat, kriminal mund shkoj e burg, shkoni ta mirë ta bini në shpi këto. Edhe sot e ki gjithë vllavi jonë, pa e ku ka martu, ka fëmijë, vlla, shkojmë, bim, normal jetë, okej. E qartë, ju e morët atë dhe ai u rrit me dashurinë tuaj. Po, Le të themi që u bë nëna juaj, nëna e tij që e rriti me dashuri. po, shkak nëna jeme, edhe na e murëm. Ju kontakte sot keni me vllajin. Po more, qysh jo, po nuk du mi të regu këti vllavit, që ky vllavit e ka none, motër edhe pi none edhe pi vave, ama nuk du të bëj me merak, që dha e lipen. Por ai e di historinë, këtu desha të dilja, ai e di historinë që ka një motor prej nënë dhe babaj. Po, e kena lip njerës bashku, pe e pas që u mërzit e një agenci tjetër, u mërzit zu me kajt, së në gjetën për pak të keq, shta edhe këtu të ju ndoshta në së në gjenë, e nuk du të mërzit më shumë të. E qartë, e kuptoj. Nuk e di ky shtaj për këtë pa që unë që e lipi, që kam të regu e la, edhe s'du t'i të regoj. Qëto se bëhet kismet me gjejt atëherën e tjeve, që se jo. Ai jeton, ai vllai Erhani, ju so si i thërrisni, Erhan apo emri që i vuri nëna, të dytin? Shtaj e ka me letër, në letër mjoftimit me Bushkovski Eto, pa na e thirrim Erhan. Atë Na ka emri mbeten Erhan e radhe dhe e qartë, emri që i vendosët në fillim. I dashur Shukri, vllai nuk jeton në Maqedoni, apo aty jeton? Erhani. jo ben Maqedoni jeton, Në Maqedoni, në Shkup. a i ka pas edhe 2 motra tjera me nonin me burrin e parë, që ja kone martume, edhe ata i kena gjetë i kjede 2 motra vetëm pinone. Këtë histori, si kena më shef, kur gjo, hiq. Ti e që ki person, ta dish. Gjysa shqiptar, gjysa Maqedon. Ka baba i shqiptar, ka nona i Maqedone. None ki pas filonin, pa e ka i majke me të babësash, e ki e filonin. Unë ki e vla, të këta vazi, ketë 2 motra i ka moni që pinonin, këta i ki e motra, nderomi, konsultomi si vla, ketë, normal. Dhe më vjen mirë. Normal, shta jena do me ketë, edhe u ka martu, u ka falë zotit 2 fëmijë. Normal jetën e qëmë. E qartë. Dhe më vjen mirë që keni kontakte me vllajin e keni rritur, sepse ai juve u ka dhe jeni gjak, keni të njëjtin baba. Por ai vet, Erhani, si e ka pritur kur ju a keni treguar të vërtetën? Është trishtuar kur ka mësuar këtë të vërtetë? Me të rejtë, së më kujtohet vite, moti, më mduka që normal. E shto që e lip, e do, edhe aje e lip, e ka lip për para, dhe shtaj para 2 viteve mu më tha s'kena ku me lip mu. Se këta jam tentu unë edhe të direktori i spitalit, që në harip që ti marrë dhonat, është ndalu me rëfësisht e na me liq. Por pse? Që njërë person që... Se dhjeshtë dhe ka Macedonia ligjën e përër. Të këti si person nuk muj, edhe nuk muj me riziku me qenë haribin atje, që kujna ja ka dhonë
fëmijë. Sepse Shukri, unë nuk e di çfarë mund të ndodhi, por ligjërisht një nën lind fëmijën nuk mund t'ja japi dot një nënë tjetër. Sa i fëmijë kur lihet në spital nga nëna shkon në jetimore dhe është jetimorja, le të themi institucioni, komuniteti i birësimit, është jetimorja, ajo që vendos se kush familje do e birësoj. Dhe ky birësim bëhet me një vendim gjykate. Pra nuk është aq e thjeshtë që ajo e lindi atë fëmijë dhe ja dha një familje tjetër, se nuk lejohet kjo gjë. Nuk e di ka ndodhur kjo mes shqiptarëve aty në Maqedoninë e Veriut, por ligjërisht kështu nuk lejohet. Një nën futet në burg nëse lind fëmijën edhe ja jep një familje tjetër. Nuk di zona qysha me liq, apa liq, në gjyq, apa gjyq, nuk i di ata zona, kur gjosti, se kisha dit, kisha kalzu. E qartë, e qartë. Kisha kalzu, na ja lipem, kur ja vun pak zoti, sa kam u tregu, kam i udhon adresen, krejta, më të kazo, për pat keq kjerë, e miti që dhe mbon, e miti kjerë edhe kur gjo. Në vet, kjerë e miti, kur gjo, të shkena të zona. Këtë me emnin ja di që e kujnë Tanja, e shtaj mbi emnin, a i ka pas Mustafovski, apo Boshkovska. Pra, nëna që e lindi i vendosi emrin Tanja. Qikës e ka vënë emrin Tanja. Motra, quhet Tanja. Po, Tanja. Tanja dhe ka marrë mbi emrin Mustafa, pra mbi emrin tuaj apo mbi emrin e Ivankës, të nënës së saj ju nuk e dini. Jo, ja di, mbi emrin e nona, e saj e ka emrin Boshkovska. E qartë, por vajza, them Tanja, ju nuk jeni të sigurt çfarë mbi emri mori, por unë dua të pyes. Nëna juaj bëri martesë ligjore me babain? Do të kuptova këtë? Nëna juaj kishte martesë ligjore me babain? Po. Po me Ivankën ka qenë vetëm bashkëjetesë? Po. Nuk ka patur martesë ligjore me celebrim? Jo, ligjore jo. Që do të thotë të dy fëmijët që Ivanka solli në jetë, si Tanjën edhe Erhanin, automatikisht kanë marrë mbi emrin e nënës. Jo të babait. Jo, që kur u lin ki vllavi, e mund mbi emrin e babes. A të regova si sefte Erhan e ka pas emrin Mustafovski Erhan. Po pra, por, ligjërisht, nëse Ivanka nuk ka qenë e martuar me babain tuaj, me celebrime, fëmijët nuk e marrin dot mbi emrin. Automatikisht regjistrojnë në trungun e nënës. Jo, të na mundesh me e marrë edhe emrin e babas. Jo, emrin e babait po, sepse është tjetër gjë. Atësin, babai juaj e ka njohur, ua ka dhënë atësin. Quhet, si quhet babai juaj i ndjer? Merxhan. Merxhan. Erhan, Merxhan, Mustafa. Mustafovski, me ski si bulgar. Por pse kështu mbi emrin? Ju e keni Mustafa? Jo, Mustafovski e kena. Po pse, koha e Jugosllavisë komunizmit. E qartë. Që ashtu e kanë vënua, Mustafovski, që në e përpare, kur vishme Shqipëri, kishmi probleme. Po shqiptarja, pse mbi emrin kështu? Po e ka vënu me vlo Serbia në atë kohë komunista koshta. Mas polmi shumë për kopinet. E qartë. Që ashtu, Mustafovski. Por ndalemi te Tanja, te motra juaj, se gjithë qëllimi Shukri që ti ke hyrë në këtë live me mua është motra, të gjesh dhe të zbulosh të vërtetën e motrës tënde Tanja, që ka lindur në 1985 në Shkup. Ju nuk jeni të sigurt që Tanja mban mbi emrin e nënës apo mbi emrin e babait. Këtë nuk e dini. Sa ajo sa lindi, nëna e dha për birësim. Po. Por Ivanka e ndjera se ka ndruar jetë, asnjëherë nuk e kujtonte të bijën kur jetonte me ju? Kishte kontakt me qatë prindit ku e ka dhonë, ku e ka dhonë, në qose nuk s'na ka rejt. Shkoj, thoj, ke e sho, e di, edhe ka me ju kalzu që ku është, që thoj kështë aja, ndoshtë edhe në rejke, ndoshtë edhe jo, ju kam kalzu që dhe e ka dhe një vla për që këtë rëhanin, dhe t'i kalzoj që ku është që t'i bashkojsh. Shtaj në qose nuk u ka rejt, me qëllë të esaj u shkojsh, që u bu peramet gjithë. Po. E përstoj sa e vërtet, nuk e di. Por baba juaj Shukri, si reagoj kur ajo vajzën ja dha dikujt për birësim dhe nuk e solli në shtëpi?
Pa tërë që di baba jam a kem burg, a kem Turkije, nuk më kujtohat që më vite. E qartë, por kur doli nga burgu, a i e mësoj që vajza ishte dhënë për birësim. Më duke që dhe baba jam me lene babestema se ka vonë. Dhe baba juaj ka qenë dakord, le të themi që ai fëmit kalon dhe për birësim. Pa normal dakord që kur dule, kur edhe ai nuk jipke shumë zor me gjetë, ata më duke që e dishin, kishin kontakt. Nuk jam i sigur. Dyshon që... Nuk jam i sigur më s'do në rejnë. Të kuptoj, ti dyshon që edhe baba juaj ka pasur kontakt në atë kohë me atë familje që kishte birësuar vajzën. Po. Së bashku me gruan e dytë. Po, si një babë, ose një non që jep një fëmijë dhe tjetë shumë i qetë, logikisht me menu, a i normal, sigur normal jetën. Aja Macedonia, Ivanka thojke që po, kena kontakte, folmi, pa edhe pak ma dikur kam ju kalzu që ku është. Eshte çfarë marrëveshje kanë bu ata. Ju nuk di. I dashur Shukri, nëna juaj e ndjerë, ajo kur ka jetuar me gruan e dytë të burrit të saj, pa dyshim që ka diskutuar, ndoshta Ivanka i ka treguar diçka më shumë, por nëna juaj, çfarë të ka treguar? Ndoshta ajo ka ditur diçka më shumë? Jo, nuk s'ka kalzu kur gjojes. Të jatë dike dhe në kalzojke, 100%, bile njerë kujtoa si i thojke asaj... Qëtër për përdem, ku e la Ivankës, ku e la qike, pse e la në domë. E qartë. Si ta dike në na jeme, dingull të kome të agjeke, se murem këtë vlovin, da jam nëshme dhe motrën. Ama ja s'ka dit nuk këtë kur gjohë, si deken do të në kaloj, kështë në na jeme prike, ka 5 vjetë që më të gjohë, sa. Që 8 vjetë që di në jeme, dike di shka, 100% e dhe në kalzojke, 100%, jam i sigur. E qartë, ama ja s'ka dit kur gjohë. Duke ditur që kanë jetuar të dyja në një shtëpi për një kohë të gjatë, ndoshta nëna juaj mund të ketë dëgjuar diçka dhe mund t'ua kishte thënë dhe ti të na ndihmoje sot me informacione, prandaj të pyeta. Jo, të teke diçka unë të kalzojsh në kitë, të më kalzon kur gjohë s'ka thonë. Që në nëndeme unë e ka mërujt të unë i vdiqa. Të shqiptarët adet, kur dohën vllaznia, në unë shkan me djalin më të vogël, të në Maqedonisë, fali, të ju në Shqipërisë nuk e di. Jo, kështu funksionon dhe ne, të shqiptarët e Shqipërisë. Djali më i vogël pleqëron prindrit. Po. Por, i dashur Shukri, nëna juaj ka vdekur përpara 8 vitesh? 8 vite ka, para 8 viteve. Si ka qenë jeta e saj, pasi le të themi i vdiq burri, edhe grua e dytë iku? Krejtis, normal me jetë. Aja u knaq kër e murem na këtë vlavin, këtë tërhanen. Që nuk e dojti pi dje me vetë. Jo se me pas të burrit, po sigur me pas të vetin. Këtë tërhanen. Ama dhe kjerë, honi, vdi që shkojnë në jeme nëne thërke. Jo, me pak të kisi me e thirim datë. E kena një farë gjurë pak më ndërishtë nënes datë, edhe e rëhoni datë, cërë, bike, shqipke. Këtë normal, sikur me pas gjallin e vetë, jo sikur që është burit. Unë nënën tuaj sigurisht nuk e kam njohur, ajo është larguar nga kjo jetë, por me këto që po më tregon Shukri, ka qenë një grua me zemër të madhe. Rrallë grua shka mundet me bo që këtë. E vërtet. Ta bjere burri gruan e të shpija, e djetojsh bashkë me ta, pa ko problem. Jo pak, për shumë, pa të fomi na që pak. E vërtet. Ama në jeme u barazube, ma pa të su me që. I kam të 6 fmi, u bala pasu me neve që jetë 6. Ka vuajtur. Ju ka shprehur diçka për babain tuaj, nëna? Ja, edhe se kena vezë dishme dhe me ngusë shumë, ati si mora, për tërësie ati thosh, ati? E qartë. Shukri, ti je përballu ndonjëherë me babain tënd, ke diskutuar për jetesën që i shkatroi në një farë mënyrë jetën nënës tënde, kur ke qenë i ri? Jo. Jo, si po vem ke pak edhe i pramë. A di ke si agresiv, po kështu një bojsh mi muabet shumë për të gjona. Shka të ke aj, liqke, tak e rukri muabeti. Ka patur autoritet. Kur vëveja maj madhe,
Së një bëj ke kur gjo, po na ma heq. Do të bëj një pyetje për te normales. Nëse ai do ishte gjallë dhe do ta kishe përballë, sot ti je burr në moshë, ke familje, je bërë baba, çfarë do i thoshe? Po bestema? Po. Kur gjo, çka ti thoshe? Shka mundesh me i thonë, ai sa kon fëmi, ai e kon baba jo, prindi jonë, ai kon burri moshuar. Edhe kitë t'i vangën e ka pas 3. Kja e kon e lindën duket me honkër më s'ke 58 më shë kon. Sa vjeç ka qenë baba juaj kur mori Ivankën? Po 60 vjetë, jo, 50 vjetë. 50 vjeç, po Ivanka sa vjeç ishte kur e mori nuse? Ivanka i kishte 23-4 vite, 5, nuk e di. Wow, ai 50, ajo 20? Nuk jemi sigurt, po më duket e di që kja shumë i moshuar. Ama sa vite i patë saktë që di. E di që kja Ivanka kohën me motrën teme të madhe, gjenerat. Pra, le të themi që baba juaj mori për grua të dytë një sa vajza e vetë në moshë. Po. Sa arritu ta kuptoj atë zonjë, po ajo si arriti të martohesh me një aq të moshuar? Zonjë më sina detale shumë pellë që kur erdha i burri, që u kishte të rreshko, kur erdha i burri ta marrë Maqedoni, kja e kapi thike ta mishte atë burrin e parë. Hup mos të çon nuk du thuat eduke. Ai i la 2 fëmijë, 2 goca, çika i la për babën tim. Pra, Ivanka ka qenë e martuar me një Maqedonas? Ka pas 2 çika. 2 vajza, se më the pak më parë që Erhani ka 2 motra. I kalon vajzat, e kalon burrin ka ardhur te baba jam. Wow. Po, çaja e vërtetë, për fakt të keq. Ajo është larguar nga kjo jetë, por të braktisësh fëmijët dhe t'i vesh t'i shkatërosh jetën, një gruaje tjetër, nuk është normale dhe është shumë e dhimbshme. Por gjithsesi ajo bëri zgjedhjen e saj dhe jetoi ashtu derisa vdiq. I dashur Shukri. Nuk është normale, nuk është as pak normale. I dashur Shukri, ndalemi tek motra, te Tanja. Nuk e dim çfarë emri mban sot. Nëse prindi birsus i ka lënë emrin Tanja, apo ja kanë ndryshuar emrin dhe i kanë vënë një emër tjetër. Nuk e dim këtë gjë. Nuk e di. Nëse motra juaj do të dëgjonte, ju keni pak të dhëna, lindjen e 1985-ën, muajin, nuk e dini çfarë muaji. Nuk e që mars mas, nuk jemi sigurt. Nuk jemi sigurt, nuk duket që mars mas ke. Mars, pranver e vitit 1985, ajo ka lindur në Shkup dhe fatkeqësisht nëna e saj, Ivanka, ja ka dhënë një familje për birësim. Nëse ajo do të dëgjonte që sot i bie ti 40 për 41 vjeç, çfarë do i thoshe ti si vllai i saj nga babai? Po motër s'ka muj me thonë, unë pse ka motër jam e lipi, ta gjej. Jo, e qartë. Shka mundesh me thonë, përveç i motër, shka mundesh me thonë? Nuk e vënë dyshim që motër e ke dhe motër do i therasësh, por nëse ajo do të dëgjonte, ke një mesazh që të kërkon t'ja përcjellësh? Po ngoshta me se nuk e di ju i dini ata gjëna më mirë zondat, se ja mundesh me i kallzu direkt në asajna, që e bamba ki nuk di që ka vllazën e motra. Mos t'i bie keq, bamba ki si të na pak ka dhe pak. Që me thonë, jo marrëveshje me Maqedon, do shta ja di vetë se është Maqedone, kur t'i kallzoj shta si ti je gjysë shqiptare, mos tragoje, ju e dini mas mirë se që i qënë me ta punë. E kuptoj edhe merakun tënd. Që mu nuk unë kur gjohë keq, mund të vije mirë. Që unë e lipi e di, edhe lipi do të gjeja, ma aja pala a di që ka vla, a di që ka motër. Nuk i di aja që shka me ragu. Unë jem në dakord, edhe në që se donë, vetëm të di ku është të ashtë, qëfar jetë se ka. Nuk më pranon si vla, nuk më pranon, nuk ka kur gjohë kundër, vetëm do të di që ku shë. Që që shta edhe unë i kam 2 fëmija, ka motër, mundet më ardhë u martu vla me motër. Ku o shumë një ku e shkurto. Nuk i di, e përshëta unë jam të lip, që lipi normal që dhe që motër, ma se desha, as këtë vlavë nuk dhe ta gjeshme dhe ta mbjeshme, që se o që Maqedone, po, me shtaj, as këtë nuk e di kësha. E qartë, e kuptoj. Por, Shukri, mendoj një moment që do ta kesh motrën tënde, Tanjën, përballë si që më ke mua.
Po? Kërkon t'i thuash diçka? Se dhibe që jam ballafaqu me kësi ojdi, isha gëzu, normal. Nuk e di që shka me reagu, nuk e di. Nuk muj me thonë me një gjohë, një punë që se kam bo, nuk e di. Normal që të gëzona. Edhe këj vllavi jam këj tjetër që e ka motër edhe pinone edhe pibabe. E qartë, Erhani. Edhe këtë unë nuk prish punët, unë e kam motër me të pibabe, ama të ajo është punë pak më ndrysha, edhe pinone edhe pibabe e ka. Pak ndallon punët, por me realitetin. E qartë, e kuptova. Shukri, ne e prezentuam për të parë historinë e familjes tuaj, ju e një kërkim të motrës Tanja, unë uroj dhe shpresoj që të shifemi në këtë live, ta mësojmë të vërtetë, të zbulojmë gjurmët e saj, ne do betemi së bashku në kontakt dhe ta uroj me zemër, ta gjesh motrën dhe të lidhesh sa më shpejt. Inshallah, shpresoj. Kështu që të përshëndes nga Tirana. Unë i kam shpresat më dhaja të ju, që unë i shpes të mje në hupe, kam lip, së ne kam gjetë. Ishta i shpresoj të ju shumë. Uroj që ditën e sotme të marrim lajme dhe informacione, ne do mbetemi të dy së bashku në kontakt dhe të përshëndes nga Tirana. Përshëndes dhe unë ka shkupi, faleminderit shumë zojnë. Mirupafshim. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj të gjithëve ju që më ndoqët deri në fund të kësaj video, duke bërë thirrje gjithë shqiptarëve të Shkupit, kushdo që e ka njohur historinë e familjes së Shukri Mustafës dhe të babait të tij, Merxhan Mustafa, i cili solli një jetë me një shtetase maqedonase, gruan e tij të dytë, një vajzë në marsin e vitit 1985 i vendosën emrin Tanja, por ai fëmijë ishte destinuar mos të rritej në familjen e vet, por të jepej përmirësim. Kushdo që e di këtë histori, ka informacion, pasi dyshoj që Tanja, që sot i bie ti e diku 40 për 41 vjeç, është e birsuar po në Shkup, në një lagje të Shkupit. Kushdo që e njeh, është i lutur të më kontaktoj, qoftë anonim në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Uroj dhe shpresoj që zoti Shukri Mustafa të njohë dhe të lidhet me motrën e tij. Mirë, ju falenderoj dhe ju miq që qëndruat me mua, kemi ardhur në fund dhe për ditën e sotme. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar, kërkoni që të jeni pjesë e live-eve të mia, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit, por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite live ora 10 jam me këto histori njerëzore. Faleminderit që më ndiqni, faleminderit që më mbështesni, faleminderit që më komentoni. Ju dua dhe ritakohemi nesër me historinë e radhës. Mirupafshim.